سمع الله لمن حمده. Pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët mysliman u mblodhen në sheshet dhe xhamitë e qyteteve në mbar Shqipërinë për të falur namazin e festës së Fitër Bajramit. Në Korçë ceremonia u mbajt në sheshin e xhamisë Ilyas Bej Mirahori, ku qindra besimtar u bashkuan në lutje dhe urime për këtë ditë të shenjtë. Riti faljes u drejtua nga muftiu i Korçës Ledian Cikaleshi, i cili në mesazhin e tij uroi të gjithë besimtarët për më shumë paqe, begati dhe mirësi në familjet e tyre, duke cilësuar këtë festë si shpërblimin e sakrificës së një muaji agjërimi. Në këtë ditë festive në xhaminë Ilyas Bej Mirahorit, urojmë të gjithë besimtarët musliman të qarkut të Korçës dhe të gjithë muslimanët shqiptar dhe të gjithë besimtarët që kanë agjëruar këtë Ramazan në mbar botën, gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramit. Në këtë festë e cila njëkohësisht është përmbledhja e sakrificës 30 ditore të agjërimit të muajit Ramazanit. Edhe një herë gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramit. Ndërkohë edhe besimtarët kanë përcjellur urimet e tyre duke cilësuar Fitër Bajramin si një ditë të bekuar që bashkon familjet dhe forcon besimin. Në këtë ditë të bukur të Fitër Bajramit, uroj në veçanti të gjithë ata besimtarë muslimanë që agjëruan gjatë muajit, Zoti t'ia shpërblet me tërë të mirat. Pastaj në përgjithësi të gjithë i uroj paqe, lumturi në familjet e tyre, gëzuar dhe vetëm gëzuar. Është një ditë e madhe, një ditë e bekuar, një ditë që e besojnë gjithë shqiptarët, gjithë bota në mban, gëzuar për shumë vite. Atëherë pas një muaji agjërimi, sot ne festojmë Fitër Bajramit. Me këtë rast do t'i uroj të gjithë vëllezërve musliman, të gjithë ata që agjëruan, Allahu ja pranoftë, dhe të gjithë të tjerëve të kenë mirësi, shëndet e begatin familjet e tyre. Shëndet e mirësi për gjithë. Në Pogradec besimtarët mysliman u mblodhen në xhaminë Ebu Bekër për të falur namazin e festës së Fitër Bajramit në një atmosferë të veçantë dhe plot gjallëri. Imami Mirel Mazelli dha një urim për më shumë solidaritet dhe bashkëpunim. Urimi im shkon për të gjithë besimtarët e besimtarët e qytetit dhe rrethinave përreth, gëzuar festën e Fitër Bajramit. Zoti ju pranoft agjërimin, ju pranoft punët edhe veprat e mira. Qofshin të gjitha ditët e vitit dhe jetës tuaj Bajram si kjo ditë që ne po gëzojmë dhe po festojmë sot, dhe mesazhi im në këtë ditë të festës është një mesazh ku i drejtojmë të gjithë atyre të cilët Zoti i ka begatuar me mirësi, të shtrim bamirësinë, bujarinë për shtresat të cilët janë në nevojë. Një gjë të cilën, siç e treguam ne besimtarët e kësaj xhamie dhe xhamive të tjera, të cilët u bashkuan në solidaritetin e njerëzve në nevojë. Nëse ne do të jemi bashkë, do festojmë bashkë, nëse ne do të bashkohemi për punë dhe për vepra të mira, më pak varfëri do të kemi dhe më shumë mirëqenie do të kemi. Mesazhi tjetër im në këtë ditë është të forcojmë fort lidhjet farefisnore, lidhjet me njerëzit të cilët neve na rrethojnë, të rregullojmë raportet tona me njerëzit, sepse kjo është festa. Ky është kuptimi i festës së Fitër Bajramit, të rregullojmë raportet tona me Zotin krijuesin e gjithësisë dhe të rregullojmë raportet tona me njerëzit të cilët na rrethojnë. Përveç besimtarëve të rritur, të pranishëm ishin edhe shumë fëmijë të cilët i dhanë edhe më shumë ngrohtësi kësaj dite festive. Ata u gëzuan veçanërisht nga shpërndarja e disa dhuratave simbolike, duke sjellë buzëqeshje dhe emocion në ambientet e xhamisë. Pas faljes u zhvillua edhe një aktivitet me recitime ku fëmijët interpretuan me përkushtim duke krijuar një atmosferë edhe më të gjallë dhe festive. Gëzuar Fitër Bajramin për shumë vite. Agjërim të lehtë pranuar. Sot ne kënaqem dhe nga dhuratat. I uroj të gjithë besimtarët musliman besimtar, gëzuar Fitër Bajramin, qoftë ky një fillim i ri dhe uroj të gjithëve agjërim të pranuar dhe sa më shumë vepra të mira në të ardhmen. Gëzuar festën e Fitër Bajramit, Zoti na i pranoft të gjitha adhurimet dhe veprat e mira, edhe na i mundsof që të arrijmë dhe shumë Ramazane të tjera në jetën tonë. Zoti ju shpërbleft. Gëzuar Fitër Bajramit. E gjithë ceremonia u karakterizua nga një frym harmonie, gëzimi dhe bashkimi mes besimtarëve. Atmosferë ngjashme u regjistrua edhe në qytete të tjera si në Durrës, Elbasan, Vlorë dhe Fier.